Një paketë re ligjore për forcimin e kontrolleve dhe sigurisë ushqimore është gati nga qeveria. Kjo nismë re, e cila pritet të vijë së shpejti në parlament, është në përmbushje të direktivave të Komisionit Evropian për kapitullin e bujqësisë, i cilësuar si më sfiduesi sa i përket procesit të anëtarësimit në Union. Të përmirësojmë zbatimin e legjislacionit, forcimin e kontrollit, se si zbatohet legjislacioni i sigurisë ushqimore, rritjen e kapaciteteve të autoritetit kombëtar të ushqimit, si pjesë e varësisë direkte të ministrisë, dhe zhvillimin e laboratorëve dhe garantimin e standardeve në pikat e kontrollit kufitar. Të mos harrojmë që një prej sfidave më të mëdha në procesin e sigurisë ushqimore, edhe në ato që transmeton media shpesh, janë ushqime të skaduara që hyjnë nga jashtë. I pranishëm në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian ishte edhe ministri i bujqësisë Andi Salla, i cili vuri theksin te kontrollet e produkteve të importit dhe eksportit. Adresimi i rekomandimeve në raportin e Komisionit Evropian 2025 në fushën e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitarisë përbën një komponent thelbësor në ecurinë e Shqipërisë në procesin e Bashkimit Evropian. Përmbushja e kritereve në këtë kapitull nuk kufizon vetëm parafrimin e legjislacionit, por kërkon ndërtimin dhe funksionimin efektiv të një sistemi kontrolli të baravlefshëm me atë të Bashkimit Evropian. Të pranishëm në Tryezë, përfaqësues të grupeve të interesit, theksuan se progresi sa i përket këtij sektori është ende i vakët, por ishte ministri Salla që i siguroi se qeveria do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të rregulluar sistemin.